Rikonstruksioni i rrugës Qeligrad me gjatësi rreth 1.2 km, e cila lidh rrugën Kastriot Muço me bypassin e Fierit, është në fazën përfundimtare me punimet që po kryhen në segmentin e lagjes Tetshkurti. Hyrja e qytetit të Fierit do të ketë së shpejti një pamje të re, pasi punimet për rikonstruksionin e rrugës Qeligrad nga hekurudhat e bypassi i Fierit kanë përfunduar. Qytetarët fierak janë shprehur për televizionin Apollon se krahas lehtësimit të lëvizjes së automjeteve, problem gjetet siguria e lëvizjes së këmbësorëve në drejtim me kahe lëvizje nga Spitali Memorial deri tek hekurudha, për shkak të mungesës së trotuarit për këmbësor, pasi vetmi trotuar është ai në krahun e djathtë të rrugës nga Fieri drejt bypassit, ku nuk mungon dhe kursia e biçikletave. Shumë rrugë kryesore, po që nga hekurudha edhe drejt tutje është bërë shumë bukur. Po kam bërë trotuar me një qëra e kam bërë. Kur i këntute, vetëm këte ka trotuar, në ka tjetër nuk ka. Dhe një farver një ka, pasaj nuk ka trotuar, ka tjetër. Mendoj se do t'ishte mirë, është le një rrugë, si rrugë emergjence, po për këmësore dhe për biçikleta, në krahun këte kur vjen që nga mërë, nuk ka. Se si e ka patë asysh, më nuk e ti, po që është bërë bukur. Plotëson standardet e sigurisë për këmbësorët? Për këmbësorë, kur i këmëtuti, krahun djathtë ka trotuar, ka dhe për biçikleta. Nësa kur vjen që ndeje, është rruga e emergjencës edhe rruga e makinave. Për këmbësorë, në qëse do kalojnë dhe rruga e emergjencës, nuk e di po që. Po, kjo rrugë lidh fshat edhe me autostradën kryesore. Kjo ka rësit veçantë, në ndim njerëzve. Kjo i jep frymëmarrje qytetit dhe e vlerëson shumë jashtë masë. Kjo është një punë shumë e rëndësishme. Bashkia Fier është përfituese e fondit me vlerë rreth 119.6 milion lekë pa TVSH, të financuar nga qeveria dhe zhvilluar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për projektin e rikonstruksionit të segmentit rrugor Qeligrad.